Dhe këtë duhet ta lidh ndoshta edhe me një çështje tjetër, atë që po shohim gjatë ditëve të fundit, kjo është ndoshta edhe frika që kanë prokurorët e SPAK-ut për të përballur me publikun, sepse ndoshta puna e tyre nuk është asnjëherë bindse edhe për ata vetë për të demonstruar me fakte, me prova që një zyrtar të lartë të shtetit shqiptar unë po e marr, po e dërgoj në qeli, po e mbaj aty të mbyllur sepse unë kam 1, 2, 3, 4, 5 prova të cilat nuk i kundërshton dot dhe nuk mi rrezon dot gjykata. Sot për shembull, po ju them që gjykata e posaçme ka rrëzuar dosje që për mua janë dosje idiote. Kërkoj ndjes për shprehjen, po janë dosje idiote, siç ishte rasti një ish zyrtar i policie, i cili u mbajt për 1 vit e kusur nën arreste të ndryshme, nga arresti me burg, në arrest shtëpie, dhe sot gjykata e rrëzoi punën e prokurorisë posaçme sepse nuk gjeti prova që ai ishte i përfshirë në korrupsion. Dhe ky lloj dështimi është goditje për prokurorët e SPAK. Dhe kjo tregon atë që ne kemi thënë që këta prokurorë, një pjesë e madhe e tyre janë me probleme të mëdha, kanë kaluar vettingun me pasuri të dyshimta, kanë kaluar vettingun me deklarata apo formular të falsifikuar duke mos deklaruar probleme që kanë pasur ligjore për lidhje me eksponent e të tjerë. Më fal Uri, dua të qëndroj këtu duke marrë shkas nga ajo që ti the. Ndjeshmëria e përgjithshme, sidomos me rastin e fundit të dosjes zonjës Balluku e të marrëdhënies me kryeministrin, ndjeshmëria e përgjithshme në publik, si e entuziastëve të qeverisjes dhe kundërshtarëve të saj, është që SPAK është kapur mat në pafuqinë e vet nga pikpamja politike. Dhe pavarësisht nga shtysa që ka nga segmentet caktuara të segmentet të politikbërjes amerikane apo gjermane, frika dhe presioni i madh nga qeverisja në Shqipëri është kaq e madhe sa ata qëndrojnë në atë që quhet in the limbo, pra në një mes të asgjës, le të themi. Dhe kjo nuk prodhon asgjë. Dhe kjo përveç se kësaj nuk prodhon asgjë. Po, a mund të themi që ndjeshmëria e publike për këtë ka të drejtë, po ndjeshmëria publike në Shqipëri nuk merr në konsiderat kombinimin e kësaj me inkompetencën, me paaftësinë. Se domethënë mund të ketë ndodhur edhe kështu. Kjo është çështja, pra këtë mund ta diskutojmë ne apo njerëz të fushës, jurist, avokat, ish prokuror, ish gjyqtar, pra të cilët i njohin, ndoshta edhe personalisht, një pjesë të këtyre prokurorëve, ua din aftësitë, ua din shumë mirë edhe problemet që kanë, qoftë me profesionalizmin, por qoftë me çështje të tjera që lidhen jo indirekt me independencën, po, patjetër. Dhe ky është problemi thelbësor, që a jemi ne sot në pikën që kjo prokurori e posaçme, e cila nga pikpamja po themi financiare, nga pikpamja e benefiteve, nga pikpamja e sigurisë juridike në tërësi, pra e benefiteve që i ofron ligji, e mbështetjes qoftë politike, qoftë diplomatike, a është kjo e gatshme të udhëheq një proces që e kërkon, po themi, shoqëria shqiptare për të shkuar drejt Bashkimit Evropian, për të ndëshkuar korrupsionin? A mund ta bëjmë pyetje këtë sipas mendimit tënd, shiko. Ti e ke ndjekur këtë punë, ti ke mjetet dhe mundësitë, programin dhe fuqitë, njerëzit dhe profesionalizmin tënd. Duhet të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Nëse unë ta kisha bërë pyetje sot si një shqiptar i zakonshëm, mendimin tënd personalisht, editorial, është në gjendje vërtet SPAK të përgjigjet detyrave të tij më të rëndësishme të momentit në Shqipëri? Nga pikpamja ligjore patjetër që është. Nga pikpamja profesionale, nga ajo që unë kam parë nga shumë dosje të lexuara deri më sot, unë po ju them me përgjegjësi dhe me kompetencë. Dhe unë do kisha shumë shije si gazetar që të ballafaqohesha me prokurorët e SPAK për shumë çështje hetimore, sepse kam pikpyetje të mëdha të cilat unë si gazetar, kolegët e mi si gazetar, i gjojnë në rëndom publik, janë në faqet e internetit, në qendrat kombëtare të biznesit, mund gjesh çuditëra që do të kishin çuar përpara drejtësisë, po them jo dhjetra, po qindra zyrtar të lartë të këtij vendi për abuzimet që kanë bërë. Unë do doja që t'i vija përballë pikërisht kësaj pyetje këta prokurorë që përse për një çështje X, për zonjën Balluku, për shembull, pse nuk kanë shkuar ende te tuneli Llogaras të shikojnë a ka ur atje?